Përshëndetje të dashur miqtë e mi, të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush momente të bukura festive sot. Sot do të jemi pranë artistëve, pranë personazheve të cilët po e ndajnë gëzimin e tyre në një mënyrë të veçantë me të gjithë besimtarët musliman. Mateo Bori dhe Brikena, edhe pse në fakt kanë qenë shumë të përfolur në fillim, domethënë përfliteshte që familja e Brikenës nuk ishte dakord shkaku i besimit fetar, por siç duket Mateo Bori dhe Brikena kur në mes e kanë dashurinë, kanë gjetur edhe këtë qetësinë e bukur të besimit. Sot Brikena feston ditën e Kurban Bajramit. Normalisht Brikena në këtë ditë të bekuar dhe në këtë ditë të bukur ndodhet në Kosovë pranë familjes së saj. Por siç duket Mateo në shenjë respekti, prandaj unë këtë djalë e dua dhe e kam admiruar gjithmonë sepse gjithmonë ka ditur të tregon vlera njerëzore të veçanta. Mateo në shenjë respekti ka mbështetur dhe ka uruar sot pothuajse gjatë gjithë ditës në rrjetin e tij social Instagram. Domethënë, veçanërisht në fakt që e lidh momenti që Mateo dhe Brikena do ta festojnë sot Kurban Bajramin, besoj që drekën do ta hajnë në familjen e Brikenës, ku e presin me shumë dashuri, e presin me shumë emocion tek Tezja në Kosovë, sepse Brikena nuk i ka prindërit në Prishtinë, ajo gjithmonë shkon tek Tezja e saj në Prishtinë, atje edhe ku feston tashmë festat, por edhe do ta shijojnë pafund këtë moment të tyre edhe në Tiranë, sepse Brikena duhet të jetë më afër Tiranës, sepse tashmë çdo javë ka xhirime të Shizontopit. Domethënë është emisioni që Brikena është çdo puntat. Mateo ka treguar që gjërat mes tyre, domethënë marrëdhënia e tyre, dashuria e tyre, situatat e tyre, ato mirëkuptimet e tyre tashmë janë normalizuar dhe gjërat janë sa më bukur dhe sa më këndshëm. Do thënë Brikena dhe Mateo po e shijojnë marrëdhënien në aspektin familjar ju e pat shumë bukur, domethënë ajo konsideron një respekt jashtëzakonshëm për vjerën e saj, por sot besoj që dhe familja e Mateos kanë bërë një dhuratë të bukur kundërdrejt Brikenës në këtë Bajram, ashtu siç në fakt e do tradita për herë të parë te nusja, duke respektuar nga informacionet që kam unë, domethënë Mateo do të kaloj çaste të bukura sot me Brikenën, do ta përzgjedhin destinacionin e Prishtinës për të kaluar një moment të bukur, për të ngrënë një drek pranë familjes dhe do të rikthehen përsëri, sepse Brikena duhet të jetë pranë televizionit Top Channel, nga që do të xhirojnë edhe Shizontopin edicionin e radhës, por gjithsesi domethënë ky kombinimi i bukur në fakt është edhe një mësim se si duhet respektuar feja e tjetrit, se si duhet nderuar feja e tjetrit, kur e shohim Mateon në këtë nivel. Unë ju uroj vetë të mira dhe shpresoj që Zoti t'i bekojë në rrugtimin e tyre të dashurisë.